Publicisti Arbër Zaimi thekson se krijimi i një shteti Bektashi do të rrezikonte integritetin territorial të Shqipërisë. Nxënësit shqiptar në Idrizov kanë vështirësi për mësimin në gjuhën shqipe, Ministri i Arsimit thotë se kjo nuk ka të bëjë me politika diskriminuese. Krye diplomati çek nga Shkupi ka deklaruar se çështja ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk është më dypalëshe. Ministria e Shëndetësisë po realizon fushat për sensibilizimin e qytetarëve për rrethet e Nilit Perëndimor. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Këto ditë është aktualizuar ideja për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri. Një media franceze raportoi dje se kjo ide po çohet përpara në mënyrë sekrete, ndërsa janë bërë përgatitjet për monedhën e këtij entiteti fiktiv. Për të komentuar këto zhvillime, televizioni Shenja ka realizuar një intervistë me publicistin Arbër Zaimi. Ky fundit vlerëson se një entitet i tillë shtetëror do të cënonte drejt për drejt integritetin territorial dhe sovranitetin e Shqipërisë, ndërsa mund të prodhojë pasoja për stabilitetin dhe marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare në rajon. Krijimi një shteti Bektashi në Shqipëri paraqet rrezik jo vetëm për vetë shtetin shqiptar, por edhe në një kontekst më të gjerë ndërkombëtar. Kështu për televizionin Shenja ka deklaruar publicisti Arbër Zaimi, i cili theksoi se kjo kreaturë do të cënonte drejt për drejt integritetin territorial dhe sovranitetin e Shqipërisë. Zaimi tha se krijimi një strukture me elemente shtetërore brenda territorit të një shteti unitar mund të krijojë një precedent të rrezikshëm. Sipas tij, kjo mund të hapë edhe çështje të reja politike e juridike, ndërsa në planin ndërkombëtar mund të prodhojë pasoja për stabilitetin dhe marrëdhëniet të ndërmjet komuniteteve fetare në rajon. Ndërsa në këtë rast ne kemi një krijim pa një traditë, kemi një krijim të pambështetur në histori dhe një krijim i tillë që është thjesht një sajesë pak personave, është precedent shumë i rrezikshëm, sepse pak persona të fuqishëm mund të mblidhen në çdo shtet botës dhe paraqesin ide të tilla. Tani Bektashin në Shqipëri nuk ekzistojnë të përqendruar në një territor të caktuar, ata janë të shpërndarë bashkë me shqiptarët e tjerë në shumë qytete e fshatra të Shqipërisë. Zaimi tha se Bektashit nuk e kanë kërkuar një shtet të tillë dhe se edhe vetë ata janë befasuar nga një ide e tillë. Sipas tij, kjo nismë nuk ka ardhur si kërkesë nga komuniteti Bektashi, por është paraqitur nga politika. Është befasi për Bektashin se si tani po flitet për një shtet tjetër, një shtet të tyrin për më tepër. Si mund të jetë e jotja një gjë që ti s'e ke kërkuar? Pra është një pikpyetje e madhe. Sipas Zaimit, krijimi i këtij shteti nuk mund të shihet si një projekt që përfason të gjithë komunitetin Bektashi. Ai thekson se bëhet fjalë për një hapësirë të kufizuar që nuk përfshin të gjitha teqet dhe të gjithë besimtarët Bektashin. Pra nuk do jetë ky shtet ku do izolohen Bektashin, është absurde. Ky mund të jetë një shtet i disa dervishëve. Dakor, por nuk është shtet as i të gjithë dervishëve. Pra është e çuditshme kjo, një lloj shteti nuk do jenë as të gjitha teqet pjesë e këtij shteti, por do jetë një teqe. Pra po quhet shteti Bektashi, por nuk ka të bëjë me këtë punë. Pra nuk ka të bëjë me komunitetin e gjerë Bektashi. Kujtojmë se ky projekt është shpallur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator të vitit 2024, i cili parashikon krijimin në Tiranë të një shteti me një sipërfaqe prej 11 hektarësh, rreth 1/4 e madhësisë së Vatikanit. Në Idrizov, fëmijët shqiptarë kanë vështirësi për të mësuar në gjuhën shqipe, për shkak të mungesës së hapësirës, ata detyrohen që nga klasa e 5 të ndjekin mësimin në vende të tjera. Aleanca për shqiptarët ka reaguar duke theksuar se Ministri i Arsimit Vesna Janevska duhet që të realizojë në praktik qëndrimet se është mirë që fëmijët të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Ndërkohë, Ministri Janevska ka deklaruar se shkolla në Idrizov nuk është harruar dhe është përfshirë në planet e ndërtimit të klasave shtesë.
Alianca për shqiptarët ka reaguar ashpër, shkaku që prej vitesh mbetet e pas zgjidhur çështja e shkollës fillore Njegosh në Idrizov dhe sipas tyre prek drejt për drejt të drejtën e fëmijëve shqiptar për arsimimin në gjuhën amtare. Valon Jahi nga ASH theksoi se në shkollën fillore Njegosh nxënësit shqiptar mund të ndjekin mësimin në gjuhën shqipe vetëm deri në klasën e 5 dhe siç tha ai, nga klasa e 6 deri në klasën e 9, fëmijët detyrohen të shkollohen në komuna tjera vetëm që të mund të mësojnë në gjuhën e tyre. Ministre e Arsimit, Vesna Janevska, deklaron se është mirë që fëmijët të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Nëse ky është vërtet qëndrimi i saj dhe i qeverisë, është presim që të dëshmohet me vepra, jo vetëm me fjalë. Çka e pengon institucionet që në shkollën fillore Njegosh të hapin paralele në gjuhën shqipe edhe nga klasa 6 deri në klasën e 9. Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka deklaruar se shkolla në Idrizov nuk është harruar dhe është përfshirë në planet për ndërtimin e klasave shtesë, duke i hedhur poshtë pretendimet se çështja është politike. Ajo shkollë bën pjesë në ato ku do të ndërtohen klasa shtesë. Nuk jam e sigurt nëse kjo do të ndodhë në nëntor apo në pranverë, por e di me siguri se aty do të shtohen klasa. Janevska gjithashtu ka bërë të ditur se ky nuk është një vendim politik në kundërshtim me institutet publike dhe shprehu se aktivitetet e planifikuara do ta zgjidhin këtë çështje. Ministra Vesna Janevska ka komentuar edhe akuzat se ajo po përjashton parimin e badenterit në vendimmarrje në sektorin e arsimit në vend. Ajo deklaroi se nuk konteston të drejtën e mësimit në gjuhën amtare e as të drejtën e komuniteteve e as të badenterit, por është kundër politizimit të arsimit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në konferencën e sotme për media, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me cilësinë e arsimit dhe rezultatet e dobëta në listat e universiteteve ndërkombëtare, duke ju referuar 3 ligjeve të arsimit të cilat ndodhen në procedurë të kuvendit. Tha se nuk e konteston badenterin e as të drejtat e komuniteteve në vend, por sipas saj, kur politika prek arsimin, dëmi prek të gjithë shoqërinë. Nuk e kontestoj të drejtën e mësimit në gjuhën amtare, nuk e kontestoj as një të drejtë të komuniteteve që jetojnë në shtetin ton e as badenterin, por kur politika depërton në arsim, konsideroj se dëmi është për të gjithë. Informacionet e papërshtatshme të plasuara nga individ të caktuar apo subjekte politike që u shërbejnë për të përfituar vota apo pëlqime brenda radhave të partive të tyre, ata i bëjnë dëm gjithë shtetit, sepse e bëjnë të pamundur arsimin kualitativ në vend. Të rinjt meritojnë arsim cilësor. Janevska, duke folur për mësimin në një ndërim, bëri të ditur se 15 shkolla janë të gatshme për të filluar mësimin në një ndërim. Ndërkaq theksoi se edhe 6 të tjera janë ende në rekonstruim. Ministria e Arsimit dhe Shkencës aktualisht po kryen adaptimin, zgjerimin dhe renovimin në 6 shkolla dhe jemi gati të zbatojmë projektin në 15 shkolla të tjera. Një pjesë e projektit do të zbatohet këtë vjesht, ndërsa një pjesë tjetër në pranverë. Janevska tha se viti i ri shkollor do të fillojë pa probleme me shpërndarjen e teksteve shkollore falas, të cilat sipas saj tashmë janë dorëzuar në shkolla dhe çdo fëmijë deri në klasën e 4 do të ketë edhe një tablet. Kryet diplomati çek ka vizituar sot Shkupin, ku ka deklaruar se çështja ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk është më dypaleshe. Ndërkohë, ministri i jashtëmtim Çomucunski tha se vendi është i gatshëm të diskutojë përgjegjësinë e një zgjidhje për mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por jo për çështjet që lidhen me gjuhën, identitetin, historinë dhe kulturën maqedonase. Republika Çeke mbështet antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe është e gatshme të bëjë gjithçka që është e nevojshme që vendi të bëhet antar i Unionit sa më shpejt të jetë mundur, ka deklaruar sot ministri i punëve të jashtme i Republikës Çeke, Petër Macinka, në konferencën e përbashkët për media me ministrin e punëve të jashtme të vendit, Tim Çomucunski. Ai tha se marrëdhëniet midis Shkupit dhe Sofjes mund të jenë një nga temat e diskutimit gjatë vizitës së kryeministrit çek Andrej Babis në Bullgari pas 3 javëve.
Do të donim të kontribonim sepse mendoj se ja vlen vërtet. Çështja midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk është më dypalçe, por bazuar në përfundimet e Këshillit Evropian të vitit 2022, është bërë shumëpalçe. Nuk është më çështje vetëm e dy vendeve, por shumëpalçe dhe çështje marrëveshjeje, ku duhet të arrihet konsensusi. Ministri i Jashtëm Timço Mucunski tha se vendi është i gatshëm të diskutojë përgjigje në një zgjidhjeje për mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por se çështje që lidhen me gjuhën, identitetin, historinë dhe kulturën maqedonase nuk mund të jenë objekt negociatash, askush për përparim drejt BE-s. Ne nuk kërkojmë trajtim të privilegjuar, por një proces të drejtë dhe europian. Jemi të gatshëm të përfundojmë punën tonë, të zbatojmë reformat dhe të përmbushim standardet europiane, por presim që progresi të vlerësohet në bazë të rezultateve, meritës dhe kritereve europiane të përcaktuara. Mucunski tha se reformat po bëhen kryesisht për qytetarët dhe siç thot ai, ato duhet të nënkuptojnë institucione më të mira, sundim më të fortë të ligjit, një ekonomi më konkurruese dhe një standard më të lartë jetese. Ministria e Shëndetësisë ka nisur një fushat për sensibilizimin e qytetarëve për rreziqet nga sëmundja e etheve të Nilit Perëndimor. Janë afër 37.000 mesazhe ku qytetarëve u jepën këshilla se si të mbrohen nga kjo sëmundje. Një fushat me SMS ka filluar për të informuar qytetarët për ethet e Nilit Perëndimor, informoi sot Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ai sqaroi se qëllimi është që qytetarët nga zonat e prekura të marrin në kohë këshilla për mbrojtjen personale nga pickimet e mushkonjave, ku parashihet të dërgohen rreth 38.500 mesazhe tek qytetarët në komunat e prekura. Dje, më 18 gusht, u dërguan 6.526 mesazhe. Dërgimi filloi në komunën e Petrovecit, 1.554 mesazhe, dhe më pas vazhdoi në komunën e Gazibabas. Ka ende 31.365 mesazhe që presin të dërgohen, të cilat do të dorëzohen gradualisht qytetarëve në periudhën e ardhshme. Rezultatet deri më tani tregojnë një nivel të lartë angazhimi, deri në 70% të mesazheve të dërguara u lexuan nga marrësit dhe vizituan lidhe me informacionin shtesë që përmbahen në mesazh. Klekovski la të ditur se të ndjerit janë persona meshkuj të moshës 62 deri në 83 vjeç nga Shkupi, të cilët ishin të shtruar në klinikën për sëmundje infektive në Shkup. Ndërkaq, sëmundjet bashkëshoqëruese u regjistruan tek 3 persona të tjerë. Nga 38 rastet e regjistruara, 28 janë meshkuj dhe 10 janë femra. Ndaj, ministri bëri thirrje që të respektohen rekomandimet për mbrojtje. Largoni ujin e ndenjur nga obori, tabaka për tenxhere, goma të vjetra, kazan dhe pastroni rregullisht ullukët. Vendosni rrjeta mbrojtëse në dritare dhe dyer, shmangni qëndrimin jashtë në agim dhe musk, ku mushkonjat janë më aktive. Vishni rroba dhe pantallona me mangë të gjata dhe përdorni repelent nëse shfaqen simptoma, temperaturë e lartë, dhimbje koke, qafe ngurcuar e tjerë. Kërkoni më një herë ndihmë mjekësore dhe informoni mjekun për çdo qëndrim në zonat e prekura. Ndërkaq, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor ka kryer një kontroll të aktiviteteve të dezinfektimit në të gjitha komunat, ndërkohë që nga 18 gushti, sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik, në vend janë regjistruar gjithsej 38 raste të etheve të Nilit Perëndimor, 36 të konfirmuara dhe 2 të mundshme, nga të cilat 37 në rajonin e Shkupit dhe 1 në Veles. Si dhe janë regjistruar 4 vdekje me forma neuroinvazive të sëmundjes. Një rast zhvatjeje dyshohet se ka ndodhur për vite me radhë në Gostivar. 2 shtetas turq dyshohet se përmes kërcënimeve kanë detyruar një 66 vjeçar dhe djalin e tij të dorëzojnë rreth 44 kg ar, ndërsa hetimet përfshin edhe një rast të dyshuar shantazhi për një pronë të paluajtshme. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se zyra e jashtme për çështje kriminalistike në Gostivar ka ngritur kallëzim penal ndaj 2 shtetasve të Turqisë, TD 55 vjeçar dhe ZD 54 vjeçar, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale zhvatje. Sipas MPB-s, 2 të dyshuarit në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2026, dyshohet se përmes kërcënimeve kanë detyruar një 66 vjeçar nga Gostivari dhe djalin e tij 41 vjeçar të dorëzojnë gjithsej 43 kg e 800 gram ar të përpunuar.
Për dy të pandehurit ekziston dyshimi se ja kanë llogaritur arin si lëndë të parë të shkrirë dhe jo si produkt të përpunuar, duke i shkaktuar familjes dëm financiar për shkak të diferencës së konsiderueshme në vlerën e tregut. Hetimet përfshin edhe një rast tjetër të dyshuar të shantazhit. Sipas MPB-s, gjatë shkurtit të vitit 2025, përmes mesazheve kërcënuese drejtuar djalit dhe familjes së tij, të dyshuarit e kanë detyruar 66 vjeçaren të nënshkruajë një parakontrat për shitblerjen e një prone të paluajtshme. MPB-ja thos se përmbajtja e parakontratës nuk i është e lezuar 66 vjeçarit të gjatë nënshkrimit të noterit në Gostivar. Rasti është duke proceduar nga organet kompetente, ndërsa dy personat mbeten të dyshuar deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. Presidenti Sërb Aleksandar Vučić ka vazhduar me sulmet ndaj Kosovës pas paralajmërimeve për hapjen e plot për qarkullim të urës së Ibrit. Përveç kryeministrit Kurti, ai ka akuzuar shtetet perëndimore për atë që e quan terror ndaj serbëve të Kosovës. Bëhet fjalë për terror, jo vetëm nga Albin Kurti, por edhe nga ndihmësit e tij në perëndim, ka thënë Vučić. Duke folur për hetimet që Inspektorati Policor i Kosovës ka nisur ndaj dy efektiveve për pretendimet se kanë rrahur një qytetar serb, Vučić ka thënë se kjo sjellje e Prishtinës po shpërblehet me hapjen e urës nga banditët e perëndimit. Sa shkrime kanë publikuar se Nenad Rashković ishte rrahur për shkak të një borxhi nga Bixhozi, se ishte rrahur nga serbët. Qindra shkrime kanë publikuar ndërsa dje u detyruan ta pranojnë se po hetojnë dy policë për shkak të asaj që i kishin bërë atij njeriu. Çfarë gënjeshtarësh dhe banditësh janë, nuk janë njerëz. E të njëjtit janë edhe banditët që i mbështesin dhe që u hapin urën e mbi Ibër. Të njëjtë, madje edhe më keq, ende shtiren si naiv dhe budallënj, sikur nuk e shohin këtë. Shtiret si budalla edhe komandanti i KFOR-it dhe të gjithë të tjerët, ka thënë Vučić. Kancelari Gjerman ka dënuar këtë të mërkur rënd a ministrin e Izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir për thirrjen e tij të fundit për të vrarë 30 deri në 40 njerëz në Gaza çdo natë. Kancelari dënon me forcë thirrjet njerëzore të ministrit izraelit, të cilët shkelin ligjin ndërkombëtar. Ato janë të papranueshme, ka thënë zëdhënës i qeverisë Sebastian Hill në një konferencë për shtyp në Berlin. Ai tha se krerët e shteteve dhe qeverive të BE-s ranë dakord në samitin e tyre të qershorit për të përgatitur sanksione kundër politikave ekstremiste që mbrojnë shkeljet e dinjitetit njerëzor dhe ligjit ndërkombëtar. Ben-Gvir kohëve të fundit bëri thirrje për shtimin e sulmeve ajrore në rripin e Gazës dhe që Izraeli të vriste 30 deri në 40 palestinez në ditë, duke rinovuar gjithashtu thirrjet për të rivendosur izraelitët në enklavën palestineze në kurriz të popullsisë indigjene. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë reaguar pasi Izraeli u raportua se kishte goditur një bazë ajrore ushtarake siriane pranë kufirit turk. SBA-ja ka cilësuar sulmin si një përshkallëzim të panevojshëm. 8 sulme ajrore kanë goditur pistën dhe objektin e magazinit të aeroportit Abu Duhur të martën, sipas televizionit shtetor sirian, ndonëse nuk ka pasur raportime për të lënduar. Izraeli ndonëse nuk ka komentuar drejt për drejt mbi sulmet, ka deklaruar se Siria ishte në prag të shkeljes së status quo së sigurisë, duke akuzuar Damaskun zyrtar se kishte lejuar dislokimin e trupave turke në bazë ajrore. Siria dhe Turqia kanë vajsuar ushtrinë izraelite për sulme të cilët sipas tyre kërcënojnë të përshkallëzojnë tensionet në rajon. Turqia ka hedhur poshtë kategorikisht të mërkurën ato që i ka cilësuar si akuza të papranueshme nga Izraeli lidhur me praninë e saj ushtarake në Siri. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.